Përshëndetje. Shumë biznese punojnë fort, ama të masin performancën është një nga sfidat më të mëdha që ata hasin. Si mund të lidhen burimet njerëzore me matjen e performancës? Është shumë e rëndësishme që si departament ose si specialist ne të angazhohemi në vendosjen e objektivave, në dizajnimin e pozicioneve të punës dhe se si këto lidhen me objektivat e përgjithshme të kompanisë dhe të organizatës ku ne jemi pjesë. Pa objektivat e qarta është e vështirë t'i kërkosh punojësve produktivitet. Sigurisht që punojësit do të fokusohen në ato elementet punës që ata mendojnë se dinë që janë të rëndësishme. Ama do të lënë dhe ka predispozita që të lënë pambaruar detyra që mund të jenë shumë të rëndësishme për punën e tyre. Burimet njerëzore në bashkëpunim me drejtuesit e departamenteve sigurisht të përcaktojnë qartë ngarkesën e rolit, detyrat e rolit, si dhe matësit ose ato KPI-t e famshëm për çdo rol. Dhe jo vetëm kaq, por edhe mënyrën e raportimit ose edhe mbledhjen e të dhënave që përcaktojnë se si do të maten këto KPI. Këto dhe elemente të tjerë ne do të kemi mundësi t'i eksplorojmë në trajnimin një ditor i cili do të organizohet në datën 13 shkurt dhe unë ju ftoj të regjistroheni pasi është një numër i limituar pjesëmarrësish nëpërmes platformës Fit Pikal.